lëkurës. Cila është pjesa më e atakuar, predispozitat më ndoja e lëkurës që atakohet prej kancerit të lëkurës? Është fytyra, është gjoksi, shpina, kush më shumë? Pjesë që ekspozohen mas shumë të në diell edhe në solariume. Edhe në solariume. Pasë janë pjesë të cilat do më thonë nuk vrehen. Nuk vrehen në shputa. Nuk vrehen në gishtrin. Sidomos të persona, të femna që i lyjnë, thojt, edhe plus gjatë lyrjeve, gjatë stilimit, i ekspozohen shumë rrezeve. Edhe, do më thonë, vendet ma intime, koka, tek mashkujt është pjesa e këmbëve ose shpina që shfaqet më shpesh. Do më thonë, nuk është në i vend tipik, po prapë se prapë është vendet të cilat shifen. Do më thonë, kush do mund të avrej një ndryshim i ri, po është në shpinë që mund të avrej dikush nga familjarët. Tjetër, kurse dallan të vetë. A është e vërtet, doktoreshë, nëse ngacmojmë qoftë nishanet, qoftë lythrat, qoftë, qka dhe që kemi diçka që na pengon për estetik, mund të shfaqet një kancer në atë ngacmim, në atë largim? Po, tek ne është një dezinformim, që thojnë është mos e ngacmo. Edhe kanë keq kuptu që ngacmim është me hek me kirurgji. Vërtet, kirurgjia është aja që shpëton, që ti e hek problemin. Me roj. Po, kirurgjia nuk rezikon. Qka rezikon? Qka o ngacmim? Qka do që e prek një ndryshim pa di qëfare është. Në më na kemi rase që edhe në media sociale lajmëron ky ilaq, e largon këta, po ku e din një pacient cilin mundet me trajtu me atë metod, e cilin ndoshta e prek edhe diçka që është, në më thonë që mund tjetë fillimi i një ndryshimi, ose është ngacmim, do më thonë e hekë në mënyrë sipërfaqësore, po baza i mbetet. Do më thonë ai ka mujtë me qenë një kancer fillestar, ose një nishan, cilën ngacmimin nga dielli, edhe përfundimisht një ngacmim që e bojnë me metoda ilaçe popullore, me këto metoda, po ose edhe trajtimet të kimeve me laser, që kalojnë me to pa u mbrojt. Gjitha këto janë ngacmime. A mjafton se këto zakonisht këto trajtimet me laser të largimit të qimeve janë ose i mbulojnë me një pallum të thjeshtë ose me një laps të bardhë ku i bojnë pikat ku mos me kalu, si duhet mbrohen ato? Pikat me laps të bardhë është mashtrim. Mashtrim. Ajo nuk i nal rrezet laserike, edhe jam në pregatitje të një punimit edhe një prezentimit rasit që ka ndodhë me një rast. Edhe shumica bojnë ashtu. Mbrojtje me palloma s'kush nuk e bojnë, se palloma prapë mbronë ma shumë. Po mbrojtja me laps, nga laseri, edhe për qime, edhe nga solariumet nuk është mbrojtje. Domethënë ajo është mashtrim, sepse rrezet e depërtojnë atë ngjyrë, edhe efekti kumulativ, domethënë çfarë është ngacmim? Domethënë grumbullohet efekti i dëmshëm, edhe ai ndryshim mundet me thjesht ai nishan mundet me ndru për të keq, ose një ndryshim fillestar prapë ndryshon për të keq, ose që i kom pas këtë vit 2 raste vajzave të reja që është faqë një ndryshim i ri, që ka qenë shumë i dyshim, asnjëra nga ato fatkeqësisht nuk kanë pranuar për ta hequr. Nuk e di çfarë do ndodh me ato 2 raste.